Ka mu, kush t'jetë ty mas miri? Njohin krejt ata që i ko ma afer, po Jo, mas miri kështu. Mendoj gruja bashkëshortja. Gruja? Po, mas mirë dhe mje. Okej, do më thonë pas ke kapitullu. Ja, s'kom kapitullu, pa mirë është me t'njohë. Nuk ki probleme ma nej. Mas mirë të se jemi rritë bashkë. Përgjigje diplomatike për besë më duket. Po duhet nga njerë, që në po. Faleminderit shumë. I tregon gjithë shka? Gjithë shka ke. Ku je, me ka një... Po. Edhe pse nuk më pytë shumë, sigur do tjerë, po i tregoj. Okej, faleminderit shumë. Do më thonë, pyetje në pari hoq dilema. Tash vazhdoj. Tash vazhdojmë lirisht. Ja dush. Qenë ka i martuar, zonja. Cila ka qenë puna jote e parë që je pagu? Që ke marrë pare? Automekanik. Automekanik? Qëfar moshe, ku e ke bërë punë? Zanatin. I ki të krym zanatin? Automekanik vitin 2003-2004 e kom kry. Okej. Pas të dhe një servis të jemi në dvogël e kom pas një 2 vjetë. Në atë kohën deri në Golf 3 që shukohen, se pe Golf 3 më nuk dik në këta të rritë. Nuk i din këta të rritë? Ja, nuk marrë vesh të këta të rritë. A deri mekanik që u konë ma herët, jo elektronikë sigur që tash është me kompjutera, me kësisene, deri në Golf 3 i di mirë shumë. Pastaj me muzikë, edhe si kom fillu me muzikë. Qka ndodhi që e le? Muzikë? A qiti ma mirë muzika? Ma mirë muzika. Qar vetura ti vozit tash? A ke qef kështu veturat me qenë se je sport, po. Ataklit. Atleta, cila ka qenë puna jote e parë që e pagu? Unë kam fillu me punu shumë e re, që nga mosha 10 vjeqare. 10 vjeqare? Yes. A qëllët puna jo? Apo ke marrë pare? Ne kemi pas një biznes familjar, një shitore ushqimore, edhe jom angazhu bashkë me prente me mamin edhe me babin. Unë jom shumë falenderuse që babi jam ma kam su disiplinën e punës qysh nga mosha aqe hershme, më ka ba me kuptu qka është me punu, qysh njëhësh kur të fitojsh parën, edhe krejt këso tjerat, edhe besoj që qajo... E di matematikën, nuk jam ma e mira në botë, po për me logarit, për me shqit... Minus nuk del? Nuk dal, minus. Okej, shumë interesant. Për shata tani jom largu pak nga këto logaritjet edhe kom kalu nga gazetari, po besoj së më ka pëlqyshu. Okej. Faleminderit shumë. Kur jemi të puna, qëfar punës do t'a bëje kur njetë? Qëfar punë duket e vështirë ose që s'kishe mujt me bo, për shemë? Nuk e besoj që ka naj punë që nuk e kisha bo kur njetë për shkak që nuk më duket e mirë ose diçka, po punë që s'kisha mujt mi bo, për shambull, këto shkojnë pak edhe me talent, unë këngëtare